kam të ftuar këtu një mik, një bashk udhëtar, se fjala e parë merri bashk luftar, mund ta thosh edhe bashk luftar se kemi zhvilluar së bashku dhe në një luftë në kuptimin ftohtë të fjalës, po luftë. Dhe një koleg i cili ka treguar shumë aftësi dhe ka provuar shumë gjëra të cilat dukeshin të paprovueshme në një territor që duke i pa shpresë. Mund të flas ende më shumë për të, por më mirë ta kthejmë kamerën nga ai vetë edhe t'ja japim fjalën atij, as më shumë as më pak, po Rakip Sulit, kryetarit Bashkisë Kamzës. Të kam ftuar sot se thash fto, dakord, në rregull, në fundit ky është dhe qëllimi i podcastit, njerëz që vinë nga shumë rrugë të jetës, njerëz që unë në 95%, për mos thënë 99% rasteve nuk është se i njoh. Thash ta ftoj një mik timin në mënyrë komplet klienteliste, pa radh, pa aplikim, pa konkurs, pa asnjë gjë, drejt për drejt. Dhe për te shakas që në këtë rast është shumë më tepër se gjysma e vërtetës, unë të falenderoj që erdhe, s'kisha rrugë tjetër se do vishe se të thiri i pari i shtëpisë, po gjithsesi të falenderoj, jam i bindur që do jetë bisedë e kënaqshme dhe mendoj që e meriton vërtet Kamza që zërin e vet ta thot këtu në këtë podcast para sa të filloj podcastin e vet. Se pash që po fillon një podcast në Kamës, zëri i Kamzës, jam i bindur që je ti mbrapa ti, por natyrisht si gjithmonë në Kamës të parët janë qytetarët. Tashti me këtë duhet ta filloj. Bashk kemi qenë kur ti tentove herën e parë që të bëhesh kryetari i bashkisë. Nuk ja dole. Ishte një betejë jashtëzakonisht e vështirë, luftë në shtyllrat e elektrikut që ishin aso kohë të lyera blu, për flamurët e partisë, për nuk e di. Duket sikur është një kohë që s'ka ekzistuar kurrë dhe ka qenë vetëm një ëndër e keqe, po ja që ka qenë një kohë që e kemi jetuar bashkë. Dhe kur Kamza ishte një tmerr. Por ti nuk u dorëzove, kishe nda menin o do ta merja të bashki dhe do ta drejtoje o s'ka. Dhe them drejtën, unë e shifsha më shumë si mundësin për ta fituar bashkin, por nuk e kam menduar, them drejtën, që do bëje aq shumë dhe që do bëje aq mirë, edhe që do vlerësoheshe me aq shumë simpati dhe me votë nga qytetarët e Kamzës. Tani fjala është për ty, fol sa të dush e mos na lo. Faleminderit kryeministër që për mua është një nderë që më ftuat sot në podcast dhe për të komunikuar normalisht dhe me qytetarët e Kamzës. The diçka shumë të bukur në fillim që njerëz që erdhën për një shpresë dhe humbën të shpresën realisht në Kamës. Unë pas betejës, jo vetëm të 2011-s, por e shifra si mision para vetës dhe para Zotit që mund bëja diçka për ato njerëz. Që erdhën na thënishin dhe u sistemuan, pas njerë nuk gjetën klasë tek pushteti lokal atë që u takonte. Dhe përsa përket podcastit, do thoja sepse themeli i demokracisë është vota,
por pas votës dhe marrjes së pushtetit është dhe transparenca që duhet kesh para qytetarëve. Dhe kjo ishte realisht një propozim i stafit të medias, pavarësisht flasë rrjeteve tjera sociale me Facebook, me webin bashkisë, me gjithë këto, dhe menduam dy vajzat cilët edhe propozuan dhe janë pjesë e stafit flasë të medias të bashkisë Kamzës, një javë, pse jo, edhe në mënyrë vullnetare, të kemi mundësinë për të komunikuar drejt për drejt me qytetarët, për të informuar për qytetarët, dhe për të bërë pjesë të vendimarrjes të investimeve dhe të gjithë vendimeve që merr Bashkia e Kamzës, që është në interes drejt për drejt të qytetarëve. E thebu që realisht në 2011 u bota një betejë shumë e madhe. Vendosi për të vazhduar kandidatimin në Bashkinë Klasë të Kamzës dhe u bën një betejë, jo betejë vote, jo betejë idesh, jo betejë në mendimesh, por betejë flamush. Betejë muskujsh? Muskujsh. Shkopi, muskuj, rrota makinash. Dhe the pak në shtilla realisht, po të kishte shtilla jem pra dako, po s'kishte edhe shtilla. Jo, ishin ato blut tash i lehta, që mos janë hiqja. Një 5 shtilla, pa. Ato blut aty ke 5 shtilla. Ndarësja e rrugës kryesore, se mrena s'kishte as shtyllas. Po ajo, sa më kujtohet ajo vija e blu e shtyllave të darjes, që rruga që vazhdonte për poshtë. Dhe mendoj që për të realizuar disa objektiva dhe pritshmëritë qytetarëve janë disa faktorë. E para, nëse s'ke një skuadër të motivuar, një skuadër të përgjeshme, ti nuk i arrin dot kurrë pritshmëritë e qytetarëve. Dhe mendoj që pushteti lokal nga vetë karta dhe forca që ka karta autonomisë vendore, të jep mundësinë, me të vërtet është e lodh shtëpia e përditshme, po kur bërë gjëra të bukura që nesër ngretlin për brezën e shërbim qytetarëve, domthon i harron ato lodhjet, që ti realisht ke bërë për ato njerëz. Dakor, po kur t'u kriju ty ai fiksim, se ke qenë i fiksuar për atë bashki. Kur t'u kriju fiksimin ty? Se nuk është se ty të shkoj menja më bë kryetari i bashkisë kur takova unë. E kishe fiksimin. Në politikë kur je drejt për drejt me njerëz, besoj që je në rrugën e duhur dhe unë realisht 5 vite para, sepse isha edhe pjesë e biznesit, dhe kisha filluar investimet e mia për të bërë prezent emrin tim një herë. Po kur të filloi fiksimi, se ka filluar nga 2006-2007. Fillohet mendosh që unë i ditë do bëjmë kryetari i bashkisë. Jo do bëm, do jem kryetari i bashkisë Kamzës. Po do bëhem, do jem. Po. Ama dhe ishte pa mundur nëse dhe ti dhe më kështë dhënë këtë mundësi që unë të isha në ratë parë kandidat dhe për profesor Partinë Socialiste, sepse gjithçka ka dhe një arsye. Patjetër që gjithmonë duhet një mundësi, por ama ka shumë rëndësi fiksimi. Po pse u fiksove te kjo? Duke parë mend atë njerëz cilët po vuanin dhe kishin humbur gjithë shpresën dhe thoja, mendoj që aty njerëzve duke marrë dhe duke trajtuar të bashkim, mendoj që do kthej shpresën për ato që erdhën. Dhe realisht arrita, duke më dhënë dhe mundësinë tjetër, pastaj normalisht puna ime e përditshme arriti që ta implementoj, ta realizoj këtë punë. E vërteta është që kur mbaroi ajo betejë e hunjve, edhe rezultati nuk ishte ai që prisje ti. Unë ti e di shumë mirë, unë nuk shpresoj që ti do fitoje në ato betejë, por e vërteta është që ti sigurisht u mërzit se çdo humbje të mërzit, por nuk ishe absolutisht i neveritur në pikën që thoshe hiksa s'po merrem me këtë punë. Përkundrazi, unë e kujtoj që ma thosh edhe mua që ne do t'ja dalim në atë fush, është e vështirë, etj, se ky, se ai, se këto, se ato, por do t'ja dalim.
edhe kishe bindje këtë gjë. Kisha bindje sepse sfidat e forta të bëjnë të fortë. Dhe sfidat e forta lajnë gjurmën nesër, jo vetëm për mua si person, po dhe për brezat që do vinë pas. Dhe ajo është më në shifra si sfidë të fortë dhe realisht realizova atë sfidë. Okej, kjo është e kaluar po zgjatemi në këtë se tani ti i sa di vitesh për ty si kryetar bashkie? Është mandati i dytë, viti 7. Jo, si vitesh Viti 7. 7. Po eksakt, këtë drejtë, viti 7. Se di mandate ishin në 19 si deputet. Sapo ka fillu viti 7 i drejtimit bashkisë, sipas vlerësimit që ke sot për situatën aty. Çfarë note do i vije vetes nga 1 deri në 10? Është vështirë për ta vlerësuar veten, por pari tek nota do të them vetëm 2 gjëra shkurt. E para ktheva shpresën tek institucioni. Kur një popull beson tek një qeverisi, qoftë lokale dhe qendrore, mendoj që është realizuar objektivi që kemë vetes. E dyta, brezi jon ka bosh për 2 breza tjerë për moshën nga 0 deri në 18 vjeç dhe mbi 65 vjeç. Mendoj dhe këto për të dishre se kanë bërë maksimumin e mundshëm dhe mendoj mund të jetë si model madje do thoja. Për sa përket dhe investimit në këto 2 drejtime. Nga 0-8 deri në 18 plas investimet në qerë dhe në kopshte dhe shkolla, ku sot 20.000 nxënës në 8 mjesit dhe 5.700 fëmijë në qerë dhe në kopshte, që shkon rreth 27.000. Dini pasurit jashtëzakonshme me gjithë standardet që ato meritojnë dhe sot i kanë. E dyta, dhe për moshën mbi 65 vjeç, jo se kemi bërë të pasur, por të paktën dhe për pensionistat kemi bërë diferencimin e taksës tek Bashkia e Kamzës. E para dhe dyta, për pensionistat vetmuar, sepse u them gjithmonë që parat mjaftojnë nëse shkojnë në kohën e duhur në vendin e duhur. Dhe ne sot jam edhe 5.000 lekë treja për pensionistat vetmuar çdo muaj. Sa pensionistë vetmuar keni, i ka parasysh? Kemi rreth 75. Dhe e treta, që janë pa njeri fare. Pa njeri plas. Dhe e treta shumë e domosdoshme, që ne veç kësaj infrastrukture, nëse bëjmë një bilanc ekonomik të rreth 5.000 familjeve që kanë, sepse një pjesë ka nga 2 fëmijë në qerë dhe në kopshte, janë bërë 2 gjëra. E para, kësa familje kemi mësuar për shkuar nesër në punë, sepse nëse të shkotin punë private dhe fëmijët e ketë në kopshte apo qerë private, sot janë çmimet e larta, shkon rreth 200-250 euro më një fëmijë në qerë dhe në kopshte në muaj. Dhe një paga ka 500 euro. Sot ajo fëmijën e ka plas familje që janë me nevojë kanë me 0 pagesën në qerë dhe në kopshte. Pra kemi kursyer rreth 200 euro për fëmijë çdo muaj. Nga ana tjetër, i kemi dhënë mundësinë për të punësuar dhe për të patur 500 euro plus në arkën e vet familjare. Si dhe kanë pas mbështetjen dhe me pjesën e bonusit që ra asto familje. Dhe ne kemi kontratë, kemi listat të gjithë bizneseve të Kamzës, se falë të zhvillimi, investimet në Kamzës kanë ardhur në rritje në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe ne kemi të gjithë listat të biznesit që kanë nevojë për punës. Edhe ne kontaktojmë dhe sot kemi arritur të ulim me 25% listën e familjeve që trajtoheshin me ndihmë ekonomike. Se kjo është qëllimi, më për të paksuar, se bëjmë 2 faktorë. E para nuk e bëm barësit asaj 100 euro në muaj. Dhe e dyta, më ne i rrisëm mirëqenien kësaj familje. Dhe i preka këto pa arrit pas e këtë gjëra tjera, sepse është vështirë të flasësh për veten. Mirë të flasin tjerë për ty. Dhe s'mund të flasë të veni notë vetës, sepse mendoj që nota ishte në 2023-shin, ku 28.000 qytetarë të Kamzës, 62%
votuan Rakip Sulin dhe për herë të parë fiton dhe Këshilli me votën duke votuar Partinë Socialiste. Tani shohim vitin tjetër, sepse ka shumë rëndësi konfirmimi i asaj note dhe sa do lëvizi sa ka qenë, do lëvizi shumë. Ta është vështirë për të garantoj që të jetë më rritje. Po me rritje nuk ka nevojë ti rri aty se mirë. Është puna. Ajo notë e konvertume në notën në shkollë është 10. Kështu që skepse me rritje s'ke ku shkon tash 11. Është punë. Por përtej kësaj se kjo ka kohë për këtë, po cilat janë sfidat sot që keni në Kamës? Sfida më e madhe sot për ne flas si bashki sepse në arsimin e turë që kemi përfunduar rreth 100%. Infrastruktura rrugore, meqense madhe këtë mundësi që është falenderoj dhe duke pas nëpërmjet këtij podcasti për të informuar qytetarët, dhe të them vetëm lapës vogël ekonomik kryeministër, me 10 veta. Vetëm projektet e rrugëve 25, 26. Nëse u dhe i bëja me tender, shkoshin 1.8 milion euro. Dhe këto janë bërë nga 10 inxhinier dhe arkitekt. Dhe nëse i bimi një laps ekonomik, i takon që ato për 18 vjet kanë paguar rrogën e tyre, kjo drejtori. Janë në bashki. Në bashki. Nëse i bimi një laps ekonomik, nëse dhe bëja me tender 1.8 milion euro. Me 10 inxhinier dhe arkitekt. Dhe sot Kamza kanë filluar 80 km infrastrukturë flas rrugore dhe 80 të tjera që fillojnë kilometra përsisht në korrik të këtij viti. Ne shkojmë mbi 95% të infrastrukturës në fund të vitit 2026 të përfunduar. Pastaj një sfidë e përbashkët që na ngel ne bashkë me ty normalisht është ujësjetësi. Një investim shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me bovillin e vjetër. Dhe nëse ne do i bëjmë një laps ekonomik, ai shkon rreth 20-22 milion euro. Dhe i takon të investohet rreth 15 euro për banor dhe Kamza të ketë ujë 24 orë ujë nga Fushkërqiku deri në kufi me Rinasin. Jemi përfund projektit dhe kjo ishte një investim shumë i rëndësishëm sepse fatmirësisht ky burim nuk ka të bëjë. Si jeni ju tani me këtë reformën e ujësjelljes? Jeni bashkë me Tiranën apo jeni vetë? Ne jemi në vetë dhe mund të jemi bashkia e 4 sot në Shqipëri për performancën e ujësjellësit, ku jemi mbi 97%. Aktorisht jeni në vetë? Po në vetë. Por realisht kemi patur ne gjetëm ujësjellës me 1.7 milion euro të ardhur dhe sot jemi me 3.5 milion euro të fishuar, vështirë dhe borxhet dhe kemi me një bilans ekonomik pozitiv vjetor flas si ujësjellës kanalizimeve të Kamës. Që është shumë e vështirë, sepse dhe ju keni këtë informacion që të kesh një bilans pozitiv ekonomik flas të paktën për tek ujësjellësit. Për te ujësjellësit, çfarë tjetër shikon ti si sfidë? Se nuk marrin sfidat me këto? Se i bi pastaj që t'ja dorëzojmë palës tjetër të vazhdoj. Ato s'mbarojnë, mbajnë tani dhe për informacion, besoj se ne kemi 20 qendrën e Kamzës. E di, po. Parkimin në toksor. Me parkimet si keni situatën? Parkimi me ndërtimet e re, me investimet, me zhvillimin ka filluar flas të reduktohet dhe do ishte mirë që hodhe një alternativë shumë mirë dhe ti do ishte mirë që të përjashtoshin këto flas nga pjesa taksës parkimit, do ishte një hap shumë i rëndësishëm për mua. Flas në Shqipërinë vetëm për Kamzën. Por vetëm qendra e Kamzës, pjesë tjera, infrastrukturën Kamza ka mirë. Dhe po përfundojmë parkimin në toksor, është parku lart që del rreth 13.000 m2. Në qendër. Në qendër dhe bashkia. Dhe ne më së fundit ndërtojmë dhe qendrën e qytetit, ku i mungonte dhe paralelisht në përfundim edhe stadiumi flas në aty e ke fiksimet madhe gjithë. Përfundova më së fundi më. Kur zbrita nga votimi në Amerikë pash se tash ka filluar të bi nga Kamza avioni kur zbret. Pse duket nga lart dhe se ka marrë hije tjetër qyteti. E pa stadiumin, po mirë, si fillim ajo tribuna kryesore ishte ndërtuar skeleti.
Edhe shkallët E shkallët janë bërë gjitha, po. Madje në bashkëpunim sepse kemi pas një kontratë me këto TOEF se kanë ndjek pas hapu dhe këto për sa i përket gjithë për ta bërë me standarde që ti të mundësi për të bërë ndeshje flas të. Do ta bësh Kamzën si Bodo Glimti. Po keni ekipa të në Kamës ashtë se me që ra kjo muhabet i stadiumit. Keni skuadra të në Kamës? Ne e kemi ngritur tani skuadrën, sepse skuadra një vit para se të shkoja unë flas ka qenë dënuar flas si ekip. Pse çfarë bën? Dhe ne kemi bërë një kontratë me Andi. Pse u dënuan? Një vit para se të shkoja unë. Po çfarë? Po si ato, se zot merrem me ato që pse s'ja vlen fiks. S'ja vlen të merresh me ata. Me Andi Lilën kemi bërë një kontratë. E ka marrë si skuadër Andi Lila. Dhe këtë stadiumi flas normalisht pa pagesë patjetër. Dhe nëse do ngjitet flas në pastaj Se me lërat me dorë me këto ekipet e Breda Volleyball, jeni basketball. super. Jemi goxha lart, jo. Praktikisht keni prap kampionët në basketball femra po herë. Femra dhe meshkuj. Edhe meshkuj? Po, po. Ma le tash. Kampione kombëtare? Kampionë po. Di po. Meshkuj basketball. Po. Basketball po. Po voleybollin apo më dobët aty? Jo, voleybolli që janë vajzat. Do 3 skuadra i keni kampione? Po, kampion, po. Po kemi ka shumë të ri dhe të angazhuar kemi se gjatë gjithë viti angazhojmë këto dhe atë që the sfidat. Domthon do vazhdoj edhe prapë dhe presa e infrastrukturës dhe sepse punë bashkia dhe di shumë mirë, por një diçka që unë kam parë produktive më shumë që një pjesë e punëve të mira duhet të bërë me ndërmarrjet e bashkisë. Sepse kur shkova unë pastrimin e gjeta privat me një kontratë te Dimitër Thenishin. Unë se bëra 3 vite që pastrimin e kam si bashki. Dhe kam një qetësi të jashtëzakonshme sepse sot mbasi bleva mbjetët, kam ngrit ekipin tim dhe sot Kamza me të vërtetë është e pastër. Dhe mirë kosto shumë të ulët se sa me tender. Po në tërësi tani kështu si të duket ndjesia e qytetarëve në Kamës në raport me po themi 10 vjet përpara në tërësi flas, nuk flas thjesht në këto punët e bashkisë, po në tërësi. Do me thënë, marrim për shembull ikjet dhe kthimet, si është nga pamja e ndjeshmërisë aty? Nga Kamza nuk mund të thuhet që ka pas largime për disa arsye. Kamza ka pas një lëvizje ekonomike të jashtëzakonshme. Qoftë në zhvillimin e ndërtimit, qoftë në kompani serioze që kanë investuar në bashkinë e Kamzës. Biznesi është motori ekonomik i lëvizjes në një vendi dhe një bashkie. Ne jo vetëm i pritim këto biznesmen, po ju shërbim, ju afrojmë ndihmë, plas. Dhe kemi zyrë të veçantë pavarësisht prej testimeve se diskutohet, dhe duke hequr këto burokracitë që normalisht kanë ekzistuar. Dhe mendoj është pengesa më e madhe që mund ta zhvillosh një bashki dhe pastaj të jenë konkurrencë. Dhe sot Bashkia e Kamzës është kthyer në një motor ekonomik, dhe thuaj jo vetëm për Kamzën, por edhe për bashki të tjera që janë përreth që vinë punëson tani në Kamës. Dhe kjo ka ndikuar mos largimje para dhe e dyta, dhe personat që kthehen nga emigracioni, ne kemi 2 punonjës që evidentohen këto familje, kontaktohen këto familje, bëhet një dosje për këto familje, ju merren fëmijët në qerë dhe në kopsht të familje dhe orientohen për të punësuar privat këto familje. Dhe kjo ka dhënë një impakt dhe një shpresë më njëherë tek njerëzit. Dje kisha një takim me një 65 familje, të cilat kanë përfituar kreditin e botë. Dhe 7% të rinë. Dhe e dim që është pastaj ke bankat pengesa dhe ne kemi marrë kontakt me bankat dhe kanë mundësi me 3 banka, sepse ka biznese që mund t'i garante banka mos ta pengoj banka për ta marrë kreditin e botë, sepse këtu pas e ngel ajo është problemi më i madh dhe ne mordën detaj edhe me këtë pjesë, se këto janë 3 gjërat që fillon. E para zgjidh problemin një familje, e dyta ti e injekton prapë ekonomikisht zonën sepse ti shitet se apartamente, dhe e treta, kjo familje nesër ka mundësi edhe më punësuar brenda atij territori. Më them që Bashkia e Kamzës sot të thoya për shumë fushë është kthyer në një model.
dhe ajo që ndjeni pasuri të jashtëzakonshme që vlerësimi i qytetarëve është në mënyrë maksimale. Mbase e kanë vujtur shumë vite, pasi humën atë shpresën dhe pasi pani dritë në fund tunelit dhe sot më thonë kryetar si ka mundësi se ne këto taksa kishim, pse s'u bashkën të punë, ti srritë taks, thjesht menaxhove taks. Po si ka mundësi, po ka mundësi. Kur voton njeriu në dur, ka mundësi, patjetër ka mundësi. Të falenderoj Rakip, ishte një bisedë e thjeshtë, por ty të njohin në Kamës, të njohin të gjithë, sepse ju rri pranë, sepse ke bërë punë kudo, por nuk të njohin shumë jashtë Kamës, edhe unë desha që ta shfrytëzoja këtë hapësirë që ti prezantoja atyre që na ndjekin një nga shembujt më të shkëlqyer të punës, të përkushtimit, të ambicjes dhe të kokëforcisë, se ke kokën na. Po pa kokën në shtu nuk bëhet, jo Kamza, po s'bëhet asgjë. Ky ishte Rakip Sulli, kryetari i Bashkisë Kamzës. Ata që jetojnë aty, ja dinë edhe zërin dhe figurën, ju që nuk jetojnë aty, t'jeni të bindur që ta dëgjoni dhe zërin, do ja njihni edhe figurën.